Sot është mbajtur testi arritshmërisë për klasat e 9-ta, me pjesëmarrjen e gjithsej 1065 nxënës në 7 qendra testimi në komunën tonë. Një nga këto qendra ishte edhe shkolla mesme e lartë e mjekësisë Hysni Zajmi, e cila priti 10 nxënës nga shkollat përreth. Zëvendës drejtori i shkollës Xhevdet Gashi u shpreh se gjithçka është në vendin e duhur që procesi të shkojë mbar. Kushtet i kemi kriju, paralelet me salla jënë të ndana, përfaqësuesi i mashtit ka ardhur me kohë, edhe administratorë tjerë nga shkolla që i ka qu drejtoria komunale e arsimit janë ardhur me kohë, gjithçka është e gatshme që testi të fillojë me kohë. Dëshiroj që nxënësit të arrijnë sukseset e pritura në këtë proces, i cili sigurisht ka vështirësi për të kaluar. Konsideroj që gjithçka do të shkojë mirë. Edhe nxënësit pohuan se çdo gjë shkoi mirë, duke shpresuar edhe për rezultate sa më të mira. Testi shkoi shumë mirë. Në fillim pata pak shqetësim, po me kalimin e kohës, domethënë të shku më shumë, ja nisa edhe me ditë pak më shumë. Testin përgjithësi mu do t'i lehtë, edhe në fundit i përpilun mirë, edhe shpresojmë pra domethënë të gjithë që kemi sukses në të ardhmen tonë. Përgatitja ka qenë e mirë, kemi mësuar edhe në shkollë, kemi qenë në orë shtesë. Po ashtu ku mësu edhe për shtëpisë, ku marr disa teste të vitit kaluar, i ku mësu testi i ku menu që ka me qenë më i vështirë, po ka qenë shumë më i lehtë. Testi ka qenë i lehtë, kena pasën fillim stres, po gjithçka ka kaluar mirë, po ashtu edhe na kanë ndihmu arsimtarët para test, domethënë një javë para 2 javë, edhe gjithçka ka shumë me sukses. Edhe nga drejtoria komunale e arsimit në Gjakov, e konfirmojnë se gjithçka ka shkuar shumë mirë dhe nuk është raportuar asnjë problem. Testi ka filluar në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30, ndërsa të gjithë administruesit janë kujdesur që gjatë kohës së testimit të mos përdoren telefona, orë të mençura apo dhe pajisje tjera digjitale.